Lagja Norebro në Kopenhag të Danimarkës. Atë ditë të ftohtë të 1 dhjetorit të salla Norebro Halle po buqiste nga zërat e ndryshme të gjithë atyre që me entuziazëm dhe zell të madh po përgatisnin këtë sallë për kremtimin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Secili me zell e përkushtim po bonte detyrën e tij për të stolisur kuqezik të sallë për të sjellë ngjyra të shqiptare mu në zemër të Danimarkës. Radio Projekti 21 dhe shoqata Alba Dansk kishin mbartur mbi supe detyrën e përgjegjësisë për të organizuar këtë eveniment dhe për t'u treguar të gjithëve se mërgata shqiptare din që të jetë bartës i solidariteteve me karakter kombëtar, aq më tepër për një jubile siç ishte 100 vjetori i shtetit shqiptar. Po më 28 nëntor të vitit 1997 u paraqit për herë të parë publikisht ushtria çlirimtare e Kosovës. Lufta çlirimtare e Kosovës u intensifikua dhe mori hap, sidomos pas luftës heroike të familjes Jasharaj në Prekaz. Kjo luftë e udhëhequr nga Adem Jashari. Tani më Bapardhyli nuk është i panjohur dhe përderisa djali i tij shpendi me automatikun në dorë 5 vite radhazi, bredhi në përmalet e Iliridës, sharit e nga gjithandej, babai i mbante në dorë qiririn flakadën dhe lapsin në dorë. Organizatorët ishin përkujdesur që kësaj feste të madhe kombëtare t'i jepnin ngjyrimin e bashkimit të trojave etnike shqiptare, duke sjellë emra të njohur të artit e penës shqiptare. Gjithashtu ishin të pranishëm edhe përfaqësues të ambasadës së Maqedonisë në Danimark, miq danes, përfaqësues të shoqatave si motra dhe të tjerë të cilët kishin përshkruar kilometra të tërë nga vendet skandinave për të qenë dëshmitar të kësaj mbrëmje që do të mbahet mend. S'do mend se madhështia e mbrëmjes ishte zoti Bardhyl Llagami, babai i dëshmorit Skerdilajt Llagami, i njohur si komandant të shpendi, prezenca e të cilit solli emocione të papara në sallë. Nuk di se si ti rendis fjalët për të falenderuar këtë djalë të mrekullueshëm, Mavzi Sulejmani dhe bashkëpunëtorët e tij, gjithë njerëzit që janë prezent këtu, dhe kërkoj ndjesë që po prish pak hierarkinë të folurit e s'po përmend titulli e gjëra, po më të shenjtë nga gjithë jeni ju njerëzit e thjesht shqiptar që keni marrë Shqipërinë me vete edhe këtu në zonë. Shqiptarët e Danimarkës, përveç se din të punojnë, ata din edhe të argëtojnë dhe të tregojnë vlerat dhe traditat e tyre më të mira shqiptare. Atmosfera në sallë ishte në kulminacion. Me mira shqiptar kishin vërshuar në Norebro Halle. Familja të tëra nga Norvegjia, Suedia e Danimarka ishin prezent në këtë sallë për të qenë dëshmitar të një feste që do të flitet e përflitet gjatë në Kopenhag. Yjet e estradës shqiptare si Shkurte Feza, Shaqir Cervadiku e motrat Mustafa, si dhe gjigandët e dhimbjes dhe krenaris Çami, Enkelejda Arifi dhe Hysni Alushi, nën përcjellje të grupit muzikor Dasmorët nga Tetova, i dhuruan këtij publiku të mrekullueshëm një mal me emocione dhe një mal me krenari e ndjenjë patriotizmi. Ishte me të vërtet krenari të jesh shqiptar natën e 1 dhjetorit në Norebro të Kopenhagës. Këtë më së miri e ilustroi artisti kosovar Bastri Lushtaku, duke sjellë vargjet e mbështjella me heroizëm, krenari dhe dinjitet nga drenica heroike. Sa i u pas ka zemërimin shqiptar, o burrat të dheut, o trimat pa dalën besa o nipat Skënderbeut, nga varri vi, nga varri, me porositi komandanti legendarat Adem Jashari. Kër ju shojmë të bashkonin jemi shumë mirë. O vëzë, o motra, kër nëna me pretë në derë, thuani djali të më pranë verë. Kër motra me pretë me malë, thuani u bera lapidar. Kër vëllau shpesh mërzitet, thuani male me të ngjitet. E
kur djali pyet ku mbeta, thuani e gjente as mbeta. Lash dhe gruën të portë arbërore, toke qjelë të mi thonë të shmore, se asaj pjesh keni lishova, me liri kur unë tova. Jeholat dokën shqiptare, roft e kjoft për jetë e mot, ushtria jonë, shtyrintare. Sa janë të përkushtuar shqiptarët e Danimarkës ndaj aktiviteteve kombëtare flasin shumë fakte. Ky eveniment madhështor organizua fal kontributit të bashkëdhetarëve tanë që jetojnë e punojnë në Danimarkë. Ata me mjetet e tyre ishin financuesit e këtij projekti madhështor, kurse organizatorët të gjithë këtë e shndruan në vepër. Një detaj mjaft interesant e dëshmon shpirtin e atëve dashurisë në këtë aspekt. Malvina Qirko, një shqiptare që jeton dhe punon në Kopenhag, kishte financuar personalisht ardhjen e 2 kolosëve të këngës Çame, Enke Lejdës dhe Ysniut në këtë eveniment. Nga se ajo si një çame e vërtet nuk mund të qëndronte e qetë pa e stolisur këtë fest me mallin, dhimbjen e krenarin e këngës Çame. Natyrisht, një lavdat dhe përgëzim të madh i takon radios Projekti 21 në Kopenhag, që gati një vit është marrë me organizimin sa më në nivel të kësaj mbrëmje madhështore. Avziu, Shpëtimi, Lati e të tjerët nuk kursyen asgjë nga veqja me qëllim që sa më dinjitoze të jetë kjo fest e 100 vjetorit, respekt dhe lavdata në çdo aspekt. Mbrëmja e 1 vjetorit në Kopenhag do të flitet e përflitet ndër gjenerata të tëra. Ata mirave që ishin prezent do të flasin me pietet për këtë mbrëmje. Do t'u përcjellin mesazhin atyre që nuk ishin të pranishëm, por jemi ne mediat, Televizioni Art dhe Radio Televizioni i Kosovës, që kemi për detyrë të shenjtë që këtë zë të fuqishëm shqiptare, mu në zemër të Danimarkës, ta transmetojmë kudo në botë, kudo që ka shqiptar.